Seanca e fundit plenare për këtë sesion parlamentar është e kthyer në një arenë përplasjesh. Pak minuta para nisjes së seancës, deputetët e opozitës zaptuan sallën e kuvendit, të cilët fillimisht kanë zënë karriget e ministrave për të vijuar më pas me episode të tjera. Fyerje, shishe ujë që fluturonin drejt kryeparlamentarit Niko Peleshi, përplasje fizike me gardën dhe ndezja flakadanëve, ndezën edhe më shumë tensionet. Flamunoka dhe Klevis Balliu ishin dy protagonistët e opozitës që udhëhoqën tensionet, të cilët më pas përfunduan duke u përjashtuar nga Peleshi, por ata nuk ishin të vetmit. Belind Këlliçi, Gazmend Bardhi, Sajmir Korreshi dhe Albana Vokshi gjithashtu krijuan incidente në sallë, duke ndezur për të disatën herë flakadanët. Në këtë mori përplasjesh dhe mes tymosjes, Endri Shabani u betua si avokat i popullit, teksa ju dërgoi një puthje deputetëve të opozitës që u përpoqën të ndërprisnin betimin. Ndërkohë një episod i pazakont ka ndodhur edhe jashtë godinës së kuvendit. Fibrat e transmetimit të internetit dhe sinjalit televiziv të kuvendit kanë marrë flak duke bërë ndërprerjen e transmetimit për të gjitha mediat. Në kushte të tilla, kryeparlamentari Niko Peleshi kaloi projekt të ligjit në votim rekord dhe mbylli seancën.